Me nisjen e aplikimeve për 8 skemat mbështetëse në sektorin e bujqësisë, fermerët po hasin në vështirësi të shumta, pas janë shtuar dokumentet shoqëruese për përfitimin e subvencioneve. Këtë vit, fermerët qofshin me certifikat pronësie apo me AMTP, duhet të dorëzojnë skicat për secilën parcel e gjithashtu duhet të paraqisin faturën e blerjes së inputeve bujqësore si farat, plehrat apo pesticidet. Një pjesë e fermerëve janë vënë në vështirësi pasi farën për prodhimin e ri e kanë ruajtur nga viti i paraardhës. Vetë tash unë i them ple organik ndëror nuk kam marrë se kam bakterinë që jesë pleut organik. Të timin, ti më thua ma shko meri një vërtetim që kam marrë kaq kuntal në izotria. Si vit ka këtë dokumente që do vesh të marrë për plerat e për farmat, unë farën e kam vetëm isrit. Për një trap për urre e do të marrë në farmaci bujqësore. Bujqësore. Krahasuar me vendet e rajonit, fermerët thonë se subvencionet e ofruara për ta janë shumë më të ulta. Sa merrni për një koshere? 10.000 lekë për koshere. Jo 10.000 lekë, ishte paktën nëse që ka shtetet e tjera më të larta. E kanë 40-50 euro në 10.000 lekë. Ta zëjnë si në Kosovë, në Maqedoni, për shembull, që ata paguajnë më shumë. Duam më shumë nga qeveria, nuk është se ndonjë ndihmë e madhe. Për shkak të mundësive të pakta, pjesa më e madhe e fermerëve tregtojnë prodhimin në tregje informale, ndërsa specialistët e bujqësisë thonë se këta të fundit duhet të orientohen drejt pikave formale për të qenë përfitues. Një dokument tjetër shtesë është edhe një faturë, shitje e inputesh, ose plerash kimike, fara fidan, ose atë faturën e shitjes së prodhimit, që fermeri do ta marrë kur të shes prodhimin, duke patur të shënuar numrin e NIPT-it. Në kushte kur ekonomia bujqësore është drejtësisht informale, ku ta gjej fermeri dokumentin për shitjen e prodhimit? Do shkoj atje ku është formale. Duhet të zgjedh. E penalizon kjo fermerin? Drejt kësaj do shkojnë, drejt formalizimit. 30 maj është afati i fundit për aplikimin për skemat mbështetëse.